Nderuar vëllezër besimtarë, asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Është kjo ligjërata e tretë ose e katërt e hadithit të gjashtë, një hadith jashtëzakonisht të rëndësishëm, të nderuar vëllezër, i cili ose në cilin profeti alayhi salatu wassalam tregon për rëndësinë e halalit, pastaj për rrezikun e haramit dhe gjërave të dëshimta, kurse pjesën e fundit të këtij hadithi tregon se epiqendra e njeriu të vëllezër, për së cilës pastaj varet edhe orientimi i tij dhe gjymtyrëve të tij, është zemra. E ka përmend halalin, e ka përmend haramin dhe ka treguar se në mesin e tyre ka gjëra të dëshimta, cilat nuk janë të qarta për njeriu ose për besimtarin, dhe në fund ka fol për zemrën dhe duke thënë se në trupin e njeriu është një pjesë, është një gjymtyr, është një copë mishi, kështu e ka thënë profeti alayhi salatu wasalam, e cila nëse permisohet, nëse ndreqet, permisohet dhe ndreqet i tërë trupi. Kurse nëse ajo copë mishi dashur vëllezër prishet, Allahu na rujt, atëherë i prishet ose prishet tërë trupi, ala wa hiya al-qalb, dhe kjo pjesë ka që rëndësishme për së cilës punvar ka krejt trupi dhe ketë njeriu, pastaj ka thonë është zemra. Andaj dashur vëllezër, besimtari duhet i kushtoj rëndësi jashtëzakonisht të madhe zemrës, permisimit të zemrës, dhe atë në vazhdimsi, jo vetëm një herë, jo vetëm me një ligjërat, jo vetëm me një vepër të mirë, por në vazhdimsi edhe ta përmisoj, edhe ta pastroj, edhe ta rregulloj, por dhe ta ruaj zemrën, nga se zemra që ka në hadith dashur vëllezër, profeti sa më ka thënë se zemra është mes dy gishtat Allah subhanahu wa taala, yuqallibuha kayfa yasha, i rrotëllon ato qysh doni modhe Allah. Pra zemra rrotullohet, për madje në gjuhën arabe zemra është quhet, i thojnë qalb, e cila burimi i kësaj fjale është nga rrotullimi. Pra mundet shpejt me rrotullu. Andaj sa besimtari ose sa njeriu ka qenë një kohë praktikant, ka qenë një kohë që ka falë namaznate, ka qenë një kohë që ka lexuar dhe shumë hatme, i kanë gati namazit në xhami e kështu me radhë, mirë po me kalimin e kohës, për shkak se nuk i ka kushtuar vëmendje zemrës së tij, ruajtjes së zemrës së tij, dal nga dale ka ardhur ai më ndoshta jo që nuk e fal namazin në xhami, por ndoshta e ka lënë namazin, ose ka shku në minimum duke i fal vetëm farzat, pastaj ka harruar ndoshta kur ka lexuar Kur'an, e tash ndoshta dëgjon edhe muzikë, tash nuk e ka problem edhe me shku ose me shoqënu me njerëz që ndoshta ja rrezikojnë dinin, fetarin dhe nderin e tij. Dhe këtë kjo dashur vëllezër si pasojë e mos përkujdesjes së duhur për zemrën. Allahu azza wa jall ka dërgu ndëruar vëllezër sezona të ndryshme që besimtari me pas ose me shfrytzu për me përmisu zemrën e tij. Tash jemi në prag të një muaji të madh të dashur vëllezër, i cili padyshim është një mundësi jashtëzakonisht e madhe me gjitha të mira që i sjell, që besimtari me përmisu dhe me ndreqë zemrën e tij, sepse ajo është epiqendra të ndëruar vëllezër besimtar. Nuk përmisohet syni, respektivisht shiqimi, pa përmisu zemra. Nuk përmisohet gjuha, pra nga gibeti, nga thashëthemet, nuk përmisohet pa përmisu zemra. Qysh përmisohet zemra? Në këtë rast duke ditë rrezikun dhe mëkatin e madh të shiquarit haram. Nëse besimtari nuk është i bindur në këto, atëherë nuk e ka problema me shiqu haram. Dhe nëse nuk e din rrezikun e gibetit, e shpifjes,
e linçimit, e përgojimit, e kështu me radhë ai nuk e ka problem pastaj me fol, andaj me lehtësi flet për ato, flet për këto, gjykon hoxhëllare, gjykon dietare, gjykon dersete, gjykon kështu me radhë, me lehtësi, sepse zemra do shëllëzër, zemra është problem. Ose gjymtyrët s'mundet mu qu mu falë natën nëse në zemër nuk e ka ndi dhe nuk është i bindur për rëndësinë që e ka namazin natës të Allah subhanahu wa ta'ala. Andaj do shëllëzër ajo vajzë në Medine që kur Omeri realisht ndëgjej me të rasin kur dole Omeri dhe po shëtitet Medine për natën, ishte udhëheci besimtarve dhe po del në Medinë me pa ka dikush ndonjë hall prej Medinelive, prej banorëve, sepse thot natën e qetë nuk në atë kohë po flas. Tash ka ndryshuar gjendja dhe ka ndryshuar edhe struktura dhe mënyra e jetesës. Tash përrin shumë çut ndoshta edhe pa arsye. Madje disa edhe në punë të ndaluara, por në atë kohë kur ka ardhur nata njerëzit janë futur në shtëpi dhe nuk e ke gjetë ndoshta në rrugë dikon vetëm kush ka pas në hall. Omeri nga ky kontest dashur ka dalë në rrugë me njërin prej bashkëpunëtorëve të tij, ndoshta dikush më pas se kush ka halle prej banorëve të Medinës, sepse i kishte përgjegjësi, e ndjente përgjegjësinë që ky ishte udhëheci i tyre dhe pa një dritë dhezone, pa një dritë dhe u afruan me pas se çka po ndëgjojnë ose duke kalu po ndëgjojnë dy zona, realisht një nan duke folë me një bi, e cila ishin duke përgatitur çumshtin për me qit në treg. Për me qit në treg. Dhe nona po i thot bie se ti pjashtojmë edhe ka pak ujë. Shumicën çumsht po edhe ka pak ujë që me bë pak më shumë. Me rrit sasinë edhe me fitu më shumë. Prej një shisha, prej 2 shisha ose prej 3 shisha me bë 4. Aja tha joj nona em sepse Omeri fillimisht kështu filloi. Tha joj nona em sepse Omeri ka bë thirrje që mos me përzi çupin subhanallah. Omeri pas ka bë thirrje jo për mos me vjedh me miliona. Po edhe në qito detaje, Omeri është për kujdes për umetin e vetë. Edhe në qito, ndoshta shumë gjërat të vogla ju ka thonë, dhe të ka bë thirrje Omeri që mos me përzi çumshtin me ujë. E nona shka i tha? Tha Omeri nuk na shet tash. Aja non, ose aja vojzë bekuar, tha Omeri nuk na shet, po na shet kush? Na shet Allah, po të shëllëzër zemra është në pyetje. Andaj, pa u rregullu zemra të të shëllëzër. Pa u përmisu zemra mirë, pa u pastru zemra mirë, besimtari nuk mundet me pas vetën e tij në kontroll. Jo rasisht, profeti tonë Muhammed alayhi salatu wasalam i është pastru zemra 2 herë nga Xhibrili. Subhanallah. Një herë në fëmijërinë e tij dhe një herë kur është transmetuar se në natën që e ka bë Isran dhe Mirajin. Po dënë me utu me një utim të veçantë me taku Allahun azza wa xal, nuk mundesh me zemër të përlyme. S'mundesh. Po dënë me hinë Ramazan, pa i shkëput lidhjet me mëkatet, jetu e mashtru veten. Ky është mesazh, pastrimi i zemrës, ai ishte profet, ai ishte i ruajtur, ai nuk bënte gjinohe, ai ishte përplot ibadete, megjithatë takimi me Allahun, takimi me fjalën e Allahut që do të na ndodhë thash në Ramazan. Mu që me falë namaz natë, dashur ka thonë profeti alayhi salatu wasalam, namazi natës është krenari e besimtarit. Dhe këtë krenari Allahu nuk ja jep gjithkujna. Pra me folë Allahut, me bisedu me Allahun, me nështru, me t'i pranu ai lutjet e gjatë agjerimit, nuk është lehtë dashur vëllezër. Xhibrili alayhi salam ja pastroi zemrën para se me udhtimin e mrekullueshëm që bëri profeti alayhi salatu wasalam. Andaj dashur vëllezër, ne po mundohemi ose njerëz të besimtarët mundohen mundohen ka pak mirë, po në thelb në xhenez nuk e kemi rregulluar çështjen. Mundohemi ka pak murujt, por në brenda shumë të zërë. Andaj, feja ka kushtu shumë rëndësi kujna. Ka kushtu rëndësi shumë zemrës. 10 vite, ose 13 vite të shumë të zërë në Mekë, dhe një që ka është folë.
Kanë fjalën cilat kanë qenë, ose ku është koncentruar më tepër shpallja. 13 vite të zbritjes së shpalljes në Mekë, krejt ato gati kanë folë zemrës. Krejt i kanë folë zemrës. Besimit, imanit, besimit në Allahun, në ahiretin, xhenetin, xhehenemin, nifakun. Rrezikun nga nifaku, rrezikun nga dyftësia. Krejt këtu, pastaj krejt Medinë kur është shqetësuar dhe është janë mbush zemrat me iman dhe bindje dhe janë pastruar, rregullu, kanë filluar pastaj me zbrit kush? Me zbrit detyrat. Agjerimi është bë obligim në vitin e 15 të shpalljes. Në vitin e 15 të shpalljes, në Medinë, pra në vitin e 2, 13 në Mekë shpallje, edhe 2 në Medinë, gati 15 ditë, që atëherë po bëhet obligim agjerimi. E deri atëherë çka? Zemra do të shkollëzër. Andaj mundet me ardhë ky muaj dhe me shku, që kanë shku edhe shumë të tjerë, dhe në zemrën e disa ose shumë ose pak për neve mos me dëpërtu. Sepse nuk është pastru. Kjo edhe në jetën e përditshme të shëllëzër. Ata mjeshti kur i dojnë disa me rregullu, disa prishje, qoshin ato mekanike, që ndryshojnë për nga fillimisht e pastrojnë, e rregullojnë, jep tani, e këshirin ku është defekti. Në dashur vëllezër, në vazhdimsi me i kushtu rëndësi zemrës. S'mundet mu përmirësu trupi pa përmirësu zemrën. S'mundet. S'mundesh me orë me falë sabahun derisa nuk je bind që namazi i sabahut është më i mirë se xhumi. S'mundesh. S'mundesh me orë me falë namazin e xhumës në xhami të sabahut derisa nuk e ndihen këtë hadith që ka thonë profeti sallallahu alajhi wasallam, namazi më i dashur të Allahu është namazi i sabahut ditën e xhumës me xhamat. Allah i ndashur me pacien, mos me pas xhami, hiç ndoshta në pej, mos me pas nëse xhami këtu, me shku në pej, ndoshta ja kish vlerë me fitu shpërblimin i këtij namazi që po rrëdon profeti alayhi salatu wasalam. Kurse e kemi ndër të shtëpisë xhamin. Gjithandej në mur xhamia. Qytetet s'po flasim, po dhe shumica absolute e fshatrave të Kosovës kanë edhe xhami. Dhe namazi më i dashur ka me të kush? Që e xhumo. E pa ta therr në zemër, ose pa të dhimbë në zemra kur nuk del xhumi, edhe shet që të paska ik namazi sabat, pa të therr zemra, e pa të dhimbë të zemra, e po bo si kurse disa prej se levë të shëllëzër që kur ju ka ik në një vepër e mirë, që kanë bo? Kërejt Omerit njëheri ka ik në namaz, kur ka shku në namaz, transmetohet se namazin e ikindis, kur ka shku, ka qenë të punu në kopsht, kur ka shku falin, gjemati për dalin. Që ka thonë? Që i kopshti që e bashja që u basë e vep, edhe më hupi namazi me gjemat, se namazi si ka hup, namazi me gjematin e parë gjamis, pëdho me njerë për hitë Allahat. S'kthejna monat ven, nuk hi monat bashje, që u basë e vep o miku namazi. Pse të dashëm të zërë? Sepse zemra ndryshe i ka një. Edhe rregullu zemrën. Ela wa hiya al-qalb. Halali, harami, dyshimtat, këto ato të rëndësishme. E qysh këto ato po profeti janë të lidha me zemrën. Nëse në zemra nuk janë të rregulluar senzorët, s'reagojnë, nuk ka problem. Edhe me hirë në për haram, edhe në për hirë gjana dyshimte, nuk ka problem, sepse senzorët e zemrës nuk po reagojnë. Nuk po reagojnë. Rrini gati dashur vëllezër, rrini gati zemrës, përmisa me zemrën. Allahu na ruajt nga gjërat që prishin zemrën, nga prishja e zemrës, sepse po për Islam kur prishet zemra, pastaj prishin edhe gjymtyrët. Se prishet zemra, pastaj është problem u fal në xhami, është problem i fal sunetet, është problem, është pak më rëndësia nxën në tekbirin, asë nxën tekbirin. Ka thonë disa dietar dashur vëllezër, nëse e sheh një person, një besimtar,
cili po ik tekbiratul ihram. Tekbiratul ihram do thot tekbiri kur të merr imami Allahu Akbar me qenë saf. Allahu Akbar imami, Allahu Akbar xhamat. Nëse është një person që nuk po është i kujdesshëm ndaj tekbirit të lidhjes në tekbiratul ihram, pra po vjen me vonesë disa herë. Një herë, dy herë, një ditë 2 rekat, një ditë 8 rekat, një ditë 4 rekat. Nuk ka problem, thotë, nëse e sheh kështu duke disa herë, ka thonë çaj durt prej tij. Subhanallah. Vesh nëse si kushton në rëndësi fillimit ose me qeni përpik në namazin me xhamat, po thot, mos maj mend të, sepse thot ky kur e humbe obligimin kryesor, ky kur si rrin asojna që Allahu më shumë ti e don gati, çka pret prej tij nesër. Nëse ky ta hub namazin, atëherë ky hub gjitha. Kështu ata e kanë kuptuar. Është zot. Andaj tjetër çka ka thonë? Tjetëri ka thonë 50 vite. 50 vite thotë s'm ka ndodhur me po qafën e diku në namaz. 50 sene. 50 vjet. Pse? Sepse u fali parë çdo herë në saf parë, s'ka pas kanë me po. Çdo herë në saf parë. Ata vëllezër kanë pas din, nuk kanë pas veç me hegojle. E kur është zemra shëndosh dhe e ka kuptuar fenë Allahut mirë, s'ka mundësi Allahu me thonë diçka dhe profeti ti mos me qenë qashtu, s'ka mundësi. Andaj as Kurani, as namazi, as agjerimi, as plot veprat mira nuk janë duke depërtuar në zemrën e besimtarit, ose shumicës prej tyre. Se sikur depërtonin, pastaj kish me ndryshuar gjendja dashur vëllezër. Kish me ndryshuar gjendja. Ta ka thonë për vetësëm kur ka po që ka me orë një ku që ka me posë disa besimtar cilët ka me bo dhe fesat. Ata i badet ka thonë bojnë edhe Kur'an lexojnë, po ka thonë Kur'ani tyre nuk depërton ma shumë se gjua, që kaq? Lexojnë shumë nështë ta Kur'an, shumë hatë me bojnë, po në zemë ata si ka shku pras nuk e kanë kuptu mesazhin e Kur'anit, andaj janë që e kanë vëra Uthmanin. Uthmanin e kanë vëra. Pse ka thonë nuk po gjykon ti sipas Kur'anit? Uthmanit radiallahu ta'ala anhu, cilin profeti e ka përgëzuar me xhenet dhe 2 vajzat e tij ka thonë. Dhe çka? E kanë vëra. Madje kur e kanë vëra dashur vëllezër, ka qenë duke lexuar Kur'an. Madje Uthmani thuhet se ka lexuar Kur'anin, e ka po hatme brenda notës me një rekat. E ka pas të tillë, ka dhe sot që falet, po namazi tyre nuk depërton ma shumë se çto gjymtyr çka duhet lëvizje çka duhet më i bë. Në zemër nuk depërton. S'ka depërtu sepse Allahu po thot: "Inna s-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi." Vërtet, po s'ka më dyshje, Allah po thon në Kur'an që namazi ndalon nga veprat e këqija. Ndalon. Valla s'pendalën filonin, valla nuk i ka domthon namazi nuk ka depërtuar në zemër. S'ka depërtuar në zemër. Kur'ani ato hatë me shpëlexojnë nuk kanë depërtuar në zemër. Ja eyyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah. O ju që keni besu, kur të ndëgjoni thirrjen ditën e xumës, fesau, në vraponi me shku në xhami, se do po të lashe falja xhumës vëllazën. O po të lashe sepse ankesat më të mëdha xhamatit janë na myti hoxha, 5 gjatë hoxha, sa 5 gjatë 8 minuta. Ka jetë të shkuti. Është vërtet që disa s'kan kohë, është e vërtet, dhe duhet me i pas parasysh.
Ama pse vjen njëri, pse shkon në xhami, pse vjen namaz, pse shkon haxh? Çka po dojmë tash na për Ramazanit? Veç me krye si detyrë, e ka me konë si vjet let, dita shkurt, e koha fllad, e punë s'ka, po dashur vëllazër. Çashtu është, Allahu ja bën let edhe atij që edhe në pikë të verës e bën let. E bën let. Andaj ka shumë besimtarë të vendit tonë që e kanë agjeru, e kanë pështy gjak, po se kanë prish. Po nuk është ky qëllimi, nuk është ky qëllimi, nuk është ky objektivi veç me e kalu me agjeru, nuk është. Qëllimi është për te, la'allakum tattaqun, mu bo ma burat mirë, mu bo ma devotshëm. Subhanallah. Jo shkru agjerimi për me agjeru është bo obligim që mu bo ma devotshëm do shumë dëzër. Mu bo ma devotshëm. E devotshmëria ku është ja? Ku është devotshmëria? Anë mojet gishta, anë gjymtyr, anë mjekër, në fjallë. Ku është devotshmëria? Me çka më? At-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna. Ka thonë për e at-taqwa ha huna. Devotshmëria, ka thonë për e dhe ka thonë është këtu. Dhe ka bothin sahabët, subhanallah. Edhe ja kanë transmetu fjallën dhe ja kanë transmetu gjestin. Ka thonë, thashtë të devotshmëria është në zemër. Në zemër. Nëse s'ka rrit, ose s'ka rrit me permisu vetën gjatë Ramazanit, agjerimi është kajkot. Kështu po thotë Allahu. Kështu ka thonë profeti. Kush nuk e lën, men lem jeda e kena këtë gale do shëllësën. Kush nuk e lën fjallën e keqe, kaule zur. Në pëthën e fjallë e keqe, por në gjuhën arabe kjo fjallë është ma shumë se e keqe. Zur, përveç që është e keqe, dhe është edhe mashtruese. Wal amele biha, dhe të punuarit me ta. Nuk ka, po thot profeti sallam, nevojë që ai me lanë bukën edhe ujtë. Në Ramazan është fjalla. A që se ka lanë veprën e keqe, a që nuk është përmisu dhe po hin në Ramazan e po del qaj që u konë, është problem të dashër vëllezër besimtar. Andaj, zemrën. Ala wa hiya al-qalb, ajo pjesë ka që rëndësishme, prej së cilës në varet pastaj krejt trupi dhe gjymtyrët, është, po thot për jemësëm, është zemra. Zemra nëse ndreqet krejt trupi, krejt gjymtyrët. Zemra nëse prishen krejt gjymtyrët dhe prishet krejt trupi. Jënë disa të shëllëzër gjërat cilat e prishin zemrën, ose ka shumë gjërat që e prishin zemrën, dhe ndikojnë në prishin e zemrës. Ibn Qayyim rahmetullahi alayhi ka përmend 5 kryesore prej tyre. E pastaj mrena këto 5 munden mu degëzu edhe shumë shkaqe të tjera. Por këj ka përmend 5 se janë ndoshta sikur ato kryesoret e për brenda këtyre 5-ve ka dhe shumë shkaqe tjera. Shkaku i parë është edhe që më shumë t'i prish zemrën, është lidhja e zemrës me diçka ose dikon tjetër përveç Allahut. Lidhja e zemrës dikon tjetër e jo atje nalt. Punon për dikon, e don dikon ma shumë, ja ka hatrin ma shumë, i frikohet ma shumë, i vjen marrë ma shumë, për njerëzve se për Zotit, punon ma shumë për njerëzve se për Zotin, i friksohet ma shumë njerëzve krijesave se krijuesit. Çudi është ashtu të zërë. Profeti a.s. ishte në shpellë, e mushrik kishin
përzedh djemt më të fuqishëm në Mekë dhe prej secilit fes dhe secilës kabile, më të fuqishmit, elita e djemve të ri të fuqishëm të burrave në Mekë, i kishin përzedh dhe me e vro, me nëzon Profetit selam. I erdh inspirimi me shku hynin shpellë, ku që ka qenë Haxhi Denat shpellë dhe numrën dhe mezit. Shpellë dhe hyri. Ebu Bekri cili për asë një moment nuk e la vetëm. Asë një moment. Prej fillimit shpallës. I tha ja Rasulullah. Ebu Bekrin e po që mundim dhije se të peshkojnë Ebu Bekri, tha qka ki? Pse je në këtë siklet? Ja Rasulullah, me bo më nashti qupë. Me bo dikujna me shku mejnë, veç pak ka aja vrime shpellës, kanë më në po, dhe s'ka më pejgamber. Ata ishin duke kërku, tha, qka më ndën të për 2 vetë, kur Allah është i treti. Është dhe zëllidhja zemrës me mojt me shpresu në krijesa ma shumë se në Allahun, me dash dikën ma shumë se Allahun, më friksu dikujna ma shumë se Allahut, më ngushtu prej dikujna ma shumë se prej Allahut, me punu për dikën ma shumë se për Allahun. Subhanallah, 24 orë, 7 ditë njovë, 24 orë, ti ka dhonë Allah 24 orë, e ti ka kërku sa, 5 kohë. 5 kohë ka farzet, nëse në mëna veç farzet, që jenë obligim. Ka 5 minuta po bojnë sa? Gjysore. Gjysmë orë në ditë. Nuk është në gjendje, ose si janë gjendje shumica besimtarëve me nda, punë thot hoq, për do të me punu. Do të me punu. Në dashëllëzër, çështja e parë, shkaku i parë dhe kryesori i sëmundjes së zemrës është kur zemra lidhet për dikon tjetër e nuk lidhet për Allah. E ai që ka kështu pastaj ai ka problem. Ka problem me dal xhami, ka problem me lën punën për namaz, e ka problem me dhon, sepse i sillen në kokë shumë projekte që ka me i bo. Kursa që ka të lidh me Allah, e ka ndëgju thirrjen dhe ka në zemër fjalën e profetit që sadaka nuk ta zvogëlon pasurinë. Ai ka kallaj me dhon. Ka thonë shkonin haz dhe numre sepse ato dyja ka thonë e zvogëlojnë varfënin dhe i zvogëlojnë gjunat. Ky është hadithi. Jo më shtrejt haxhi. Hani punoti për orat bërnicës e të bardhoshit. Shtrejt. Shpërblimi hoxhit cili është ndëruar? Xheneti. A është shtrejt xheneti 7.000 euro me pagu? A është shtrejt? A është shtrejt? A është shtrejt me fitu xhenetin përmes agjerimit? A është shtrejt? Derë njëra prej 8 dyrëve të xhenetit quhet Ar-Rayyan. Ar-Rayyan, dera agjeruesve. Ka thonë Profeti selam thret një thirrës ditën e gjykimit. E në saimun, ku janë agjeruesit? Allahu Akbar. Ku janë agjeruesit? Thot, dhe Allahu ka ndasht, e kanë komentu djetarët, ka dasht me ndëru robët e tij agjerues me një derë të veçantë. Përmes së cilës nuk futet vetëm saj që ka agjeru. Ar-Rayyan, çka është kuptimi? Ar-Rayyan është e kundërta e të me qenë jetur. Pra, o ju që keni dëru për hir të Allahut, o ju që jeni umtu për hir të Allahut, o ju që nuk keni pi ujë për hir të Allahut, sot keni me pi. Sot keni me pi, të partë jeni që keni me pi.
Po do të thotë lidhja e zemrës me dikon tjetër përveç Allahut është fillimi ose është kaku kryesor i prishjes së zemrës të Allah subhanahu wa ta'ala. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. Ata kanë marrë zota, kanë adhuru zota të tjerë, mushrikët, pa besimtarët, që të krenohen me ta. Kella, kurse se, ata zotat e tyre ditën e gjykimit mohojnë, thënë, jo, na sjena zota, nuk është dash neve me na adhuru. Dhe thët, dalin kunder atyre që i kanë adhuru. Shkaku i dytë është lëzër, për shkak të kohës, shkaku i dytë është subhanallahu dhe është jashtëzakonisht i rëndësishëm, pra është edhe rrezikshëm kjo shkak shumë do të thotë në kohën e sotit, është të qëndruarit ose përzirja e tepërt me njerëz. Sidomos me njerëz që nuk e kanë dertin tonë. Ajo është feja. Shoqërimi, ndajat e zgjatëra, sërgjatëra, takimet, kafet, mexhliset, çajat me njerëz rrezikojnë zemrën, sidomos nëse ata nuk janë nut Allahut. Subhanallahu tash lazër ka thonë profeti alayhi salatu wasalam, nuk ndodh që me një mexhlis mu mbledh disa njerëz, burra ose gra, mexhlis, një popull, në cilin nuk e përmendin Allahun dhe nuk bien salavat mbi profetin alayhi salatu wasalam, përveç se ditën e gjykimit ky mexhlis ka me qenë mërzi dhe dëshpërim për ata persona. Dëshpërim. Me orë të tëra, pa përmend Allahu. Me orë të tëra, pa përmend pejgamberi alayhis salam. Me orë të tëra. S'po flasim me unë zot me qenë mezhlisi ku ndoshta edhe ka mëkate, ndoshta edhe shohat feja, ndoshta edhe sulmohet feja, ndoshta edhe ndëgjohet haram, ndoshta edhe përcillet haram. Përzierja, thotë Ibn Qayyim, përzierja e tepruar, e pa kontrolluar me njerëz dhe shoqërimi i shumt i tyre është rrezik për zemrën. Andaj dikush prej lumit sabasit del, nuk kthehet më deri 10-19 natës. Shok mas shoku, kafe mas kafe. Problemi është dashur të zërë. Veçanti nëse shoqëria është e keqe. Nëse shoqëria është e dëmshme, Allah azza wa jall ka përshkruar një dëshpërim të disa njerëzve, thot: "Wa yawma ya'iddu dhalimu ala yadayhi." Ditën e gjykimit, zullumçarët kafshojnë duart, bisikletit. Kur i kafshon njëri, kur nuk është kur ka një presion të madh, një depresion të madh, një telashe, kafshon gishtat e duart e bën. Pse? Thot ja lejteni, yekuli ja lejteni. O miri unë, qysh nuk e kam shoqëru profetin? Ditën e gjykimit, pa tërbat vonë. Miri unë, qysh nuk e ndëgjësha profetin, alayhi salatu të dërguarin e Allahut. Pse ato nuk e kam marrë për rërnek, pse ato se kam ndjek për model, pse s'kam shku rrugës ti. O miri unë, pse filonin e bona për model dhe bona shak. Ditën e gjykimit thot, i kafshon duart prej sikletit dhe thot, sikur unë se pasesha profetin, po i shkova mrapa këti faqeziu. Subhanallahu do të thotë kush e ka pengu axhen e profetit alayhis salam,
për me fitu xhenetin dhe përjetësisht me qenë në xhenet. Kush u bo shkaktar që ai përjetësisht me ngel në xhenem. Kush? Rrethi keq. Jarona të këqi, familjar të këqi. Andaj në momentin e fundit, para se me vdek, profeti sa përkundër që kishte bo, shumë herë kishte bo davet. Shumë herë kishte thirr. Shumë herë kishte ofru, o xhaim. Prap në ditën e fundit kur e pon që ajo është duke vdek, ju mbledhen afër vllaznia me xhallarët e jaronat e dynjos, dhe shkoi edhe profeti. Ato ishte edhe Abu Xehli, sepse kishte të afër. E profeti sa ndoshta don Allahu para se me vdek e pranon, dhe ju shkoi afër dhe ja am, o xhaim, qul la ilaha illa Allah. Thuaj la ilaha illa Allah, që të kam dëshmi ditën e gjykimit me ndërmjetësu për ty, sepse për ndryshe s'muj me ndihmu, ani pse jemi i gjajam, ani pse më ke ndihmu ka shumë. Dyrek ka qenë hoxha i tij, dhe Butalibi, ka qenë shtyll, mburojnë mes tij dhe Kurejshve, në veçanti, familjes e tij. So ka qenë ai gjallë, i kanë bo keq e zullum, por nuk autoriteti i tij si ka leju dhe ju ka thonë nipin nuk du me e ande e kanë dini farë obligimi shtesë ndaj tij. Për thotë thuaj la ilaha illallah. Për ndryshe nëse vdes pa e pranu dinin e hak, kime shku për gjithmonë xhenem. Subhanallah, dashur, për me por rrezikun e shoqërisë, por edhe familjar, ata nuk i ka pas shok, i ka pas familjarët këqij. Kurse Abu Xehli anën tjetër, që atun, kënena profeti, kënena Abu Xehli, se cilë po thirrën ata të veten. Pejgamberi sa thotë thuaj la ilaha illa Allah, që të ndërmjetësoj për ty ditën e gjykimit të Allahu, për ndryshe nuk muj me i thonë Zotë të fale. S'ka qysh me falë kërse ka pranu Allahu për Zot. Kurse Abu Xehli apo i ke pelen fejnë të porëve tua. Babën qysh e ke pas? Babalart ku i ke pas? Dhe tha, subhane, ka thonë 2 fjali ose 2 vargje, tha, jam i bindur në fejnë e Muhammedit a.s. që nuk ka fej ma të mirë, këto janë fjallë që i ka thonë. Dhe si kur të mos ishte frika që njerëzit kanë me më thonë qysh be ndrej ky, më pleqni e lëshej mi, kërën e po shkon xhami. Qysh po si na kona as baba bab gjërë si na shkon xhami. Qysh ky? Tash mos me konë që kjo, që njerëzit kanë me folë, me thonë qyri kjo e ndrej para se me dek, kisha me pranu, thot, unë vazhdej me qenë në fen e gjyshvit dhe të porëve tonë dhe vdesi pa besimtar. Dhe të ngelet për gjithmonë xhenem. Kush ja boni këto? Rrethi dashur vëllezër. Rrethi. Nëse do më përmisu, nëse ke problem, shiqoje rrethin shoqënin. Ai personi që i kishte vrarë 99 persona. Dhe i tha një xhamatli devotshëm. Pyetja ka, tha dikush këtu që din më ma dërtuo që të gojle që e kom. Tha është filone që të mashallah nuk ka në të. Besimtar tha, a ka të u bëpëndim për mu? Qa ke bo, tha i këmë vra 99, tha që ishtë në përdim për ty. E vroti dhe ta si të qoftë. Pas e tha, a ka dikush, sepse i kishte dëshirën mu pëndu, nuk e lën të rahat me kati. Tha në është filon veni, është një djetari me qëmë dhe pyetja djetarin, a ka pëndim për mu? Tha, kush e mshel derën e pendimit, çka ndalon ty mos të pëndu, këto Allah ka lënë çel, dhe në kiamet. Na s'kena drejt me mbyll. Pendimi çka është? Allahu më t'i fal. Pra na s'kena drejt me ndërhyn mes robët dhe Allahut, s'ke drejt.
Mirë po tha, nëse dënë mu pëndu dhe më të mundësu, mu përmisu, tha, ndraje venin, tha. Ndraje venin. Që aty ku jetu, në qatë rrëth, me qëta kojshi, me qëta familje, me qëta shok, ku ti përrin, me kom po hen edhe po del edhe po hen edhe po han edhe po pin, ti buri mirë së mbosh. Ti gjamis nuk në rrën gati. Qëka i tha? Ka pëndin, tha po, ek prej këtu ujit. Ndraje venin. Andaj shoqënia e keqe dashur lëzër, rona Zot ndikon shumë në prishjen e zemrës, po ashtu për shkak se tarvesh për përmendin pa hi në detaje për shkak të se u zat pas. Për shkaqeve të që ka përmendur Ibn Qayyim është shpresa e rrajshme. Shpresa e rrajshme. Sa besimtari thot kam me bo, kam janis. Me emër të Allahut kam me qelë një biznes, me emër të Allahut kam me shku në haqë, inshallah kam me lexu Kur'an, inshallah kam me bo hafuz, a e kënisë më su shku në atë, jo veç kam janis. Selam aleikum, mirë shumë. Kam u pëndu, kam janis me shku në xhami, kur? Kam veç edhe që të punë për kry kam me shku në haqë, veç edhe që të shpi, që të idealit vogël, veç edhe nipit tash, në herë vjen nipi. Veç edhe nipa në musha mja fësiku, kam me shku në haqë. E pastaj, djemë të nipat në krah, në tabut edhe, të voret pa tonë asë një herë haqi. Për shemë. Kjo është rrezikshme, kur besimtari njeriu jeton në farkun handjetare të po ëndra. Andaj kanë thonë arma ose ai molli kryesor aty në njerëzit që janë të dështuar është që kjo shpresa rreshme. Ai stacione s'ka me bo kur gjo, po gjithmonë ka si projekte. Kena me bo, e kena pas plan me bo, shëzdi sa herë në mle dhe kena me bo mirë po, vitet po shkojnë, jeta po shkon, rinia po shkon, pasuria po shkon, shneta po shkon, hojës tash s'po mëj me gjinu bre, s'po mëj me orë në gjami bre, ku je kontër i tash, e konë gjami në herë. Për shembull, për shkojnë do shëllëzër, subhanallah, kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme, është ushqimi i tepërt, ose ushqimi e prish po ashtu zemrën. E ushqimi on që e prish zemrën është dy llojesh, ushqimi që është haram, ai e prish pa dyshim zemrën, si prish se të hangsh haram, runa Zot. E të pesh haram, runa Zot. Pastaj o Zot pranoma, ose pasonin në haram, porët haram, i fituar në haram, i fituar me zullum, me padrejtësi, edhe po shkon hax, Problem është. Se ti po i shkon Allahut te shtëpia pe thua Zot, falum. Thotë se dia dosin tina tek shim kush është ky. Ushqimi, por kanë thonë është dy llojesh. Ose i dëmshëm pra që i bën ose nëse është haram, ose mundet me qenë jo haram, por e ka tepru. E tepron të homën, e tepron të pi, dhe ka thonë si të flan, ai që han shumë, kjo është fjala me to për mbyllje këtë pikë, ai që han shumë, ai lyp me pi shumë, ai tani flan shumë, edhe ai ka hub shumë, mos e harroni. Ai që han shumë, pin shumë, flan shumë sepse lyp tani gjumin dhe humb shumë, pra i shkon koha ose të homër, e të pi, e të fije dhe i ka nik shancat, në bëni halal të dashër vëllezër, dhe shkaku i pesë që ka përmendur Ibn Qayyim dhe veç për përmendje është gjumi i tepërt. Gjumi i tepërt e lën njeriu pa dynjë e pa ahiret. Nuk fiton as në dynjë as në ahiret ai që e flan shumë. Gjumoshat dashëllëzër e kanë problem me fitu edhe dynjon edhe e as ahiretin. Gjumi i tepërt andaj shiqon në historinë aty njerëz të suksesshëm qoftë për dynjë, e s'po flasëm për ahiret, janë ata që Allah ka thonë ata kanë flajt pak, edhe natën që është për me fjet, ata kanë flajt veç sa ju ka dasht, edhe o qu prap, si le e prind gjysë natës, o qu ka fol namaz. Flajt ditën e, flajt natën e, flajt, është problem të dashur vëllezër me fitu. Allahu ju nderoftë, ju shpërblet, na e bani Allah.